Sot kena hinë ditën e 8 grevës. Dje kena pas një takim me zyrtar komunal. Domethënë jena shqyrtim kërkesave tona. Edhe sot presim me pas një takim, kështu që derisa të gjejna një zgjidhje kërkesat tona që janë tash, na do të vazhdojmë grevën. Jo, diçka konkrete nuk ka pas që me mujt me arrit në zgjedhje, se në momentin që arritet zgjedhjen ne vazhdojmë punën e dalëm punë. Po që ato kërkesat që i kena pas na dhe komuna e ka dhënë do mendim, domethënë do zgjedhjet veta të cilat i kena shqyrtu, presim sa da plet takim me këshyr ku po mujna domethënë me arrit një marrëveshje, që realisht na pi fillimit kërkesat tona primare janë që me pas naftë, rroga edhe mu stabilizu gjendja e kompanisë që me dalë me punu. Ja, realisht punëtorët pagat i kanë marrë, domethënë e kom cek që në muajin maj i kanë marrë me 6 operativa, administrata dhe këta naltë kanë pas ma shumë vënesë, po me datën 6 punëtorët operativ i kanë marrë rana. Kjo sot është dje kondite e ejtë i kena pas dje një javë, i na hinë grevë, me dje një javë, i na hinë grevë. Tash sot është 9 ditë, të mëne 9 ditë është e grevës. Po, për këtë arsye, këtë grevë na dalë kështu. Tëri sot na pletsojnë kërkesat tona. Kushtet tona nuk e kena ndërmen me nalë grevën. Për këtë arsye se, unë e punoj që 16 ditë këtu, po për parim rama e merë rrugën me të pardin. Për parim rama e merë rrugën me të pardin, ne s'kena marrë rrugë që 5 mujtet. Për këtë arsye, na nuk e kem ndërprej grevën, që kaq. Shumë e vërtet krejt kolegë, jo veç po krejt kolegë kanë kredia të majme, unë i kam kredit 15.000 euro, nuk më ja dalë kërqysh, për arsye se rruga është e vogël shumë. E kem 425 euro shkru në kontratë, edhe që kaq. Cila është kërkesa ndaj komunës? Kërkesa jonë është, ndaj komunës është që do të na i thejë borxhin 100%. Edhe do të ndërprejnë privatin me njerë.